Në parketin e volejbollit Apollonia u luajtën gjysmëfinalet e dyta të kategorisë U16 duke përcaktuar 4 ekipet më të mira që do të diskutojnë trofeun e kampionit të këtij sezoni. Emocionet dhe rivaliteti ishin në maksimum teksa skuadrat pretendente dhanë gjithçka për të merituar një vend në finalen e madhe. Në njërin prej sfidave të rëndësishme u përballën Flamurtari dhe Korça. Takimi u shndërua në një duel prestigji, pasi të dyja ekipet kishin humbur më herët shanset për finalen. Megjithatë, Korça arriti të sigurojë fitoren pas një përmbysjeje ndaj Flamurtarit, duke treguar karakter dhe forcë deri në fund të ndeshjes. Më vjen keq për performancën se nuk arritën të kalonin, por gjithsesi gocat arritën të jepnin grintën, kishte lojë, por rezultatet nuk arritën të merrnin ashtu siç dëshironin. Një koment për lojën e sotme? Loja eci mirë deri diku, arrit edhe grinda ishte, por rezultati nuk na kënaqi. Prisim më shumë, por gjithsesi kampionatin tjetër do arrim më shumë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Korçës theksoi kënaqësinë për këtë triumf, pavarësisht se nuk u arrit objektivi kryesor. Me Mirditën i kishim shanse të barabarta ku pikët e fundit si dje me Fierin kanë vendosur kush do jetë finalisti i dytë. Sa me Vlorën ka qenë një ndeshje radhës që kemi dominuar, që setin e parë kemi lëshuar pak më vonë, kemi rekuperuar përsëri setin e dytë duke fituar dhe ndeshjen 2-1 favorin tonë. Si e shikoni rrugtimin e ekipit tuaj mbas edhe për sezonin e ardhshëm? Presi për sezonin e ardhshëm është pothuajse nuk lëviz as lojtare, për ashtu njëm në mos gaboj. Domethënë strukturën e ka shumë të mirë për një vazhdimsi shumë të mirë për sezonin e ardhshëm në këtë grup moshë U16. Kjo na aporeksin dhe pse jo në 18, për që një ekip më dinjitos se sezoni i fundit. Ndërkohë vëmendja kryesore ishte në sfidën mes Apollonisë dhe Mirditës, që konsiderohej si finalja e parë e këtij kompeticioni. Të dyja ekipet e kishin fituar ndeshjen e parë të grupeve të tyre dhe përballja u zhvillua me presionin e lartë të pritshmërive. Mirdita doli fituese në rezultatin 2-0 në sete, duke demonstruar ekuilibër dhe vendosmëri gjatë gjithë lojës. Po vlen për të vlerësuar ekipi i Mirditës për punën e bërë nga stafi. Ishte një grup kompakt, ditën të luftonin dhe ditën të fitonin. Gocat tona u treguan shumë të hutuara, kështu që buzëqeshja i takoi ekipit Mirditës. Gjeni një notë pozitive në ekipin tuaj, unë e shoh mjaft energjik, pavarësisht humbjes. Tani ne prap jemi të kualifikuar, do bëjmë punën tonë që në finale të ecim akoma më mirë. Se jo dhe mund fitojmë, mund dalim dhe kampion. Se prap dolëm në finale. Realisht jam shumë e lumtur me këto vajzash. Janë vajza që kanë punuar shumë fort, janë një grup shumë i mirë që punojnë çdo ditë edhe ka besoj element shumë të mirë që janë të dukshëm. Bëjnë një lojë volejbolli të kënaqshme. Mund të veçoni disa emra? Emrat janë të gjithë ekipi, ne punojmë të gjithë bashkë, të gjithë vajzat kanë merit. Duke filluar dhe nga rezervat edhe nga lojtarët e formacionit. Të gjitha janë shumë të mira, nuk do veçoja asnjë. Fitoria pa ato 6 që luajnë bashkë, nuk do ishte e mundur. Volejbolli luhet grup, nuk luhet vetëm. Domethënë një parashikim për 3 ndeshjet e ardhshme dhe për pretendimet që keni ju. Parashikim, objektivi jonë është që të marrim kupën, por që ja lejmë fitoft më i miri. Pas këtyre takimeve, Apollonia dhe Mirdita do të përballen sërish me 2 fitueset e grupit të dytë të gjysmëfinaleve për të përcaktuar përfundimisht ekipin që do të ngrejë titullin kampion. Ky turne ka dëshmuar se volejbolli i moshave të reja në Shqipëri po rritet, me skuadrat që po shfaqin gjithnjë më shumë cilësi dhe talent, duke premtuar një të ardhme të ndritur për këtë sport. Në pritje të ndeshjeve të fundit, emocionet dhe rivaliteti mbeten të larta, ndërsa tifozët shpresojnë të shohin volejboll cilësor dhe një finale të denjë për titullin e madh.